Le të shohim namazin në aspektin e udhëtimit, sepse në fundit përmes namazit duam t'i afrohemi Zotit apo jo. Pra, çfarë bëjmë kur duam të udhëtojmë diku? Përgatitjet, lajm, pastrohemi, bëjmë gati valigjen, marrim mjetin dhe nisemi në drejtimin i cili na çon te destinacioni. Në të njëjtën mënyrë, abdesi është përgatitja shpirtërore. Duke marrë abdes, nëse e bëjmë me sinqeritet, lëvizja jonë fizike synon jo thjesht pastrimin e trupit, por atë të shpirtit. Pra, nëse kemi bërë gjunahe nga duart, me larjen e duarve, duhet të synojmë t'i kërkojmë falje Zotit, po kështu vijon me gojen, me syt, me veshjet e të tjera. Sinqeriteti ynë peshohet nga vullneti ynë, se sa të fort jemi për të mos i përsëritur gabimet, ose të paktën të jemi të vendosur për t'i larguar ato.